nuk është moti kur gjatë luftës së të fundit në Kosovë, kisha serbe i ka pagzuar të gjithë ata të cilët kanë ardhur në Kosovë dhe kanë kryer krime. Pra, kisha i përkra edhe krimet të cilët i ka kryer në Kosovë. Asnjëherë nuk është distancuar nga krimet makarove që janë kryer në Kosovë. Prandaj, do të pasur kujdes pra çdo prononcim dhe veprimtari e kishës serbe në Kosovë. Jo rastësisht në Banjska është përzgjedhur kisha, jo rastësisht flitet për manastirin e Deçanit, për kishën e Graçanis, pra përmes kishës përpiqen që ta shtrijë influencën e saj. Institucionet fetare, sepse ato në fund shihen si diçka e paprekshme, si shtëpi të Zotit? Absolutisht. Pra ato përdoren ose keq përdoren nga ana e pushtetit, pra ose shtetit Serbisë. Këtë rast edhe në Kosovë. Absolutisht. Nëse kujtohet para disa viteve ku një deputete e parlamentit anglez Britanisë së Madhe, edhe Chuck Kearns, ku pa deklaruar se automjetet e ndihmës së parë nga Serbia po transportonin armatim brenda teritorit të Republikës Kosovës. Nuk u mor askush me paralajmërimin e saj dhe mbas ajo doli vërtet se armatimi që është konfiskuar pas rastit Banjska ka qenë një armatim jashtëzakonisht, armatim luftarak, armatim i cili ka qenë në gjendje që të bëjë luftë frontale me pjesëtarët e KFOR-it, por edhe me njësitë e policisë Kosovës. A na mbeti edhe në diçka tjetër pa u trajtuar në çështjen edhe një çështje tjetër të fundit, zotri Islami. Si e shihni projektligjin që Shtetet Bashkuara të Amerikës në fakt ende nuk është miratuar, por po diskutohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të mbështesin në politika të cilat mbështesin shkëmbim territoresh. Është bërë bujë jashtëzakonshme lidhur me idenë për shkëmbimin e territoreve mes Republikës Kosovës dhe asaj Serbisë. Dhe ideja që ose propozimi një projekt ligjit nga ana e një kongresisi amerikan konsiderohet një ide e mirë, në ide në favor të Kosovës, ku përfundimisht do të shohin shpresat jo vetëm